Po. Që ka dështuar në fat? Po. Ke qenë? Po. Sa vite? Po 2 vite, 3 vite, qështë. Ke qenë martuar apo? Jo, lidhje. Mbështetjen e familjes? Po pak a shumë. Ata shumë. Tash ka ndodhur ajo me shkutën e psikologë, se anë që me hupat atë energjinë e keqe, atë lëndim, se anë që ajo më forcu më kthy në jetë. Jo, ende s'punoj, kam pas pak punë. Super. Jeni non? Jo. A jeni martuar në fakt? Jo. Okej. Ndërkohë, s'ke mundur për gjithë fatën e jetës apo thjesht? Jo. Okej. Nuk ke vetë, mja ka shumë, Po. që ndoshta s'kan mundur ta gjejnë fatën e jetës. A je sot pishman? Po pak a shumë, po, se është obligim i jetës me që e marto me kriju familje. Fazë, obligim e fazë e jetës, që shme kanë, po. A duhet se cila femër ta kryej këtë obligim? Po mirë kish me qenë, se jo. Se në Kosovë, nëse një femër ka gjithë fatën e jetës, domethënë flitet shumë për të pozicion. Pse ashtu kjo? Mentaliteti i urt, joni, niveli, krejt kjo. A i vëllëzëm kështu për njëzën a herë? Po, unë pak a shumë jam e shkollon edhe si ka më shumë ofër vetit ose për bazë. Po, se edhe aja s'ka mund është me arrit ma shumë ose ka ngecë se ana nuk i hecë të gjithve fati. Edhe është normale. Do të me marrë jetën adin qysh rrjet ashtu. Po ti ke përbuar, ke pasur ndonjë Kuptoj. Po. që ka dështuar në fat? Po. Ke qenë? Po. Sa vite? Po 2 vite, 3 vite, qështë. Ke qenë martuar apo? Jo, lidhje. Po çfarë ti bësh kjo është fati? E vërtet. Kjo lidhje sot sa i pishman, që më thonë që ke kaluar 3 vite me to. Atë person. Po jo, du të me lanë kohës jo. Është me thonë, pauzë jetës së ne kthejna, aja ka qenë ashtu. Procedurë jetës se anë, pishman veç nëse i ban dikujna keq ose apo kupton ose e merr dikon në qafë që thojnë ana gjuhë popullore se anë jo. Po këtë ndim që Aja është me thonë bagazh i jetës, sa shumë që të përvohemi jetë aq më të fortë jemi se anë. Sot a i pishman për këtë, domethënë për këtë lidhje që e ka dështuar? Jo, pse me qenë pishman, jo jeta vazhdon. Është bërë me dije me dy palët apo? Nëse të pyes shumë personale është diçka tradhti? Jo, s'ka hec. Mundet të personat ndryshme që në tradhtie se anë, qysh po ndëgjoj, qysh e di pak a shumë këto, qysh të rridhin se anët. Po tani lojnë thminjë jetima këto se anë. Qysh të? Është ndoshta edhe nga një herë vendimi i duhur, se ka shumë gra, shumë, domethënë që ndoshta një lidhje nuk e kanë të mirë, po për hatër që nuk bajnë me u divorcu, domethënë vazhdojnë, krijojnë familje dhe nuk mundën domethënë me ndërprej atë lidhje. Çfarë mendimi ke? A shkon diçka që nëse nuk përshtaten dy persona me zor? Ajo është pak jetë e rënë. Po kuptoj nëse s'përshtaten ata është jetë e rënë, ose për hatër me kriju familje ose t'i kanë fëmijë, po është mendimi se cilët person, sa ku mund me hesë të kësajna procedurës. Po për mendimin e ta ma mirë kështë qenë ma elit, mësë me quj një jetë me zërë. Skurt kohën Ali Bungës që thojnë ana e ma heshme. Është ma ndryshe është vedisimi i shumë njerëzimit këto e sana. Po ka edhe shumë që si kuptojnë sana, ka edhe ngecje. Nivelizimin e vedisimin e njerëzve, që me thonë. A në shumë vajza, për hatër të familjes, ndoshta veç për hatër e kanë bë martesa. Po. Gjë që nuk është se mirë kjo. Jo, si shumë të më paritu, po shumë e bë. A i kështë thonë këtyre vajzave që kanë kriju familje për hatër, domethënë familjes, ndoshta kanë ndëruar shumë gjana dhe martesa. Po jo, veç për hatër e për të mirën e vetë mës me lëndu vetin, për hatër të kërkujna mës me bë kur gjëse hatëri për merë ke era, lumi, jo.
Jo veç shka është e mira për person, asojna me kontribu, asojna me shërbi. Për hatër kërkujna mësë me bo kur gja. Për hatër bane një punë humane nëse do me bo, e jo. Për hatër cojna edhe që shtojna gjuhë popullore bën vetit. Jo ashtu. Atë ka bërë që kjo lidhje që ki pas dështuar që mos i besu shumë të njerëz. Po, e vërtet është. Po, s'do të me besu shumë, s'do të më lëshu shumë. Se njerëzit a keq përdorin ato. Unë po du me të pyet edhe në konë të qka. Sa kanë të pushtetje të vajza nëse nuk kanë mundur në mëshirë të familjes sen, s'kanë mundur me gjithë fatin e jetës. Sa ke mbështetje ti në familje? Po në varë për familjes qëfar familje është e shkollu ose së është tolerancë, sene, po mbështetjen, si di, në varë, shumë pak e kanë këtu të na shumë. S'përkra shteti, s'përkra, për shamo do të me qenë me shkutën e psikologë, sene që me hupat atë energjinë e keqë, atë lëndime, sene që aje mu forcu, mu këthy një jetë, që kjo për mendimin tem, mbështetje është pak, rrallat familje mbështesin. Vend si me mbështet ata edhe ma shumë e neglizhojnë, ose e ullin të poshtë, sene. Ta shka ndodh aja, qështu? Ti e ke mbështetjen e familjes? Po e paka shumë. Paka shumë. Po mbështet, urdhon? Punon? Ta mbajtur veten? Po, paka shumë punoj, edhe punoj edhe atë në fshat, familjen time. Po këtë pasurinë, trashëgimin, a ke kërkuar për familjes me që... Jo, se nëna jam se ka kërkuar sone jo. Se vazhdoj kjo, nëse më natë se ka pa nuk ka ke kërku, po jetojmë një shekull në 21 kur çdo drejt i jepet edhe një vajze, si një mashkull. Po, për shembull, janë si pas dëshirës, mirë kish me qenë, që edhe vajza sana me pas të trashëgim mijën e prindit e tokës, që qenë ato sana, po unë si sha marrë me atë punë edhe, qështu, në dështë e kësha gjithë e burë, mami, qështu. Kjo më letë për të dëshiruar që ndoshta në të ardhmen do ta kesh një fat, do ta gjenë, nuk e diet. Po. Jeri akoma? Po, for 40 vjetë, qështu. Që fatit si diet kur? Jo, është e vërtet, e më sheft. I më sheft. Sa beson në fat kështu? Po, besoj. Besoj më fat edhe në jetë, në zotë edhe në gjitha. Që ka të ponë fort si person? Po, besimi i Zotit, edhe të mirë me humanizëm, me njerëz që mi bo mirë, sene, qështë, optimizmi, me punu, mos më nëllë kore, qështë, me bo veprat mira, aja është që mi i gjitho shkrise që me ndonë më një mirë, sene, me punë veprat mira. Kjo. Po të thonë gjithë vajzave, sidomos ato që e kajnë në rasti si ti, një mesazh, një këshill t'ja jep? Dësha për motiv ti shërbej atyre? Po, me qenë sa me optimist edhe mos më dorëzu, edhe me në poshtë keqen, me alon se cilën në karakter të vetin, qështë. Veç për para. Të urojmë atë mirat, fat, gjithë mirat. Mira gjithë.